thot se kush jeni dhe kush është Zoti yt, Musa a.s. me shumë maturi dhe interpreton mësimet që mos të harrohet dhe të përmendet Allahu aty, dhe tash Musa i vjen plot krenari, fillon të mbaj ligjërat sikur një fëmijë, se Zoti im është ai që ka diellin, Zoti im është ai që ka planetet në dorë, Zoti im është ai që më ka krijuar mua dhe ty, Zoti është ai që na krijon të gjithë dhe ka krijuar qiellin dhe tokën. Pra jep argumente kozmologjike të cilat nuk ka mundësi një kokë njeriu që t'i rezistojë atyre. Dhe faraoni tash në fakt e përgënjeshtron dhe fillojnë të qeshin të zgërdhihen në kuptimin injorues, se edhe këta që përmendet që këta janë shumë të rrezikshëm, paria respektivisht njerëzit, ministrat që i rrinë afër një despoti të tillë që ata të marrin qafë më shumë se sa vetë despoti. Ata tash me këtë tallën që kanë, Musa a.s. s'ka çfarë t'ju thot, unë thot jam në gjendje që ta vërtetoj një gjë të tillë. Unë kam edhe argumente, thot pse çfarë argumenti keti? Çfarë argumenti keti që ti je i dërguar i Zotit? Më të vërtetë tash, edhe po t'isha unë i drejtë, ti po ma kërkon pushtetin. Kush je ai që unë ty duhet ta dorëzoj pushtetin? Kur unë jam në gjendje të vras. Këtu faraoni thotë cilat janë argumentet. Tash është shansa. Këtu ai bën gabimin në hapa. Gabimin jetik dhe thot unë po e bëj një gjë tjetër pra. Tash kam shkopin i cili është në gjendje që të shndrohet në gjarpër. Dhe ai kur hedh shkopin që kishte në dorë dhe hedh kështu përpara, fillon gjarpri të ecë, sikur që kishte ndodhur atë natë kur i kishte ardhur shpallja Musait a.s. Aty filluan që të gjithë të trishtohen prej atij gjarpri. Sepse vërtet edhe një trup i ngurtë po lëviz dhe po merr kahje të gjallësës, kur ai ishte shkop më përpara. Dhe të gjithë u friksuan, por më i friksuar ishte faraoni vet prej atij gjarpri, të cilët nuk guxonin as t'i afroheshin atij. Nuk guxonin as që të mendonin që t'i bënin keq gjarprit. Për njerëzit e kishin lehtë se ishin mësuar që t'i mbysnin njerëzit pra. Por tash çfarë t'i bëjmë gjarprit? Dhe Musa a.s. këtu me këto dy argumente që i pati, e cilin gjarpër ai ishte në gjendje vetë ta kap, e kishte bërë këtë ushtim disa herë, drejt për drejt në monitorimin e Allahu xhalla xhelaluhu, dhe tash kur lëshoi përsëri gjarpri bën të njëjtat veprime, dhe tash ta mund të shihni edhe diçka tjetër. Sa po futi dorën e tij në xhep, kur nxorri nga xhepi, ajo ishte bërë dritë, ajo dritë të gjithë pallatin e faraonit e shndritje dhe ishte diçka shumë madhështore. Natyrshëm që përkundër që këto dy argumente ishin mrekulli të jashtëzakonshme, të pa përfillshme dhe të pa kapërdijshme për të tjerët, mos mendo që despoti që me të parën do të dorëzohet këtyre argumenteve, por tash edhe të lunta të fuqishmin, se unë tash jam në gjendje ju t'ju mbys, e tash e kishte problemin se në fakt vetë kjo paria, ani pse ata ishin servel, la gjurmë kjo. Dhe të mbyte dikush nga frika se mund të ma marrë pushtetin me një shkop, atëherë i bie se vërtet ti je i pa fuqishëm. Dhe ky tash dëshiron që të konfirmohet edhe para të tjerëve që janë të vetët, edhe para asaj ekipe që ai vetë ka zgjedh që t'i ketë afër. Dhe për të mos e bën një gjë tillë, ai mendon tash të kaloj tek gjëja tjetër. Apo kjo qenë ka magji.